Ngjarja e rëndë ndodhur mesditën e së martës pranë rreth rrotullimit të aeroportit të Rinasit ka tronditur jo vetëm opinionin publik, por dhe strukturat e rendit. Pas atentatit, ku mbeti plagosur rënd punonjës i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, Mustafa Sheqeri, institucioni ku ai shërben ka ndërmarr masat të para administrative. Në një deklaratë zyrtare, AMP-ja ka njoftuar pezullimin e të gjithë zinxhirit komandues të strukturës operacionale deri në sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Sipas njoftimit, ka nisur menjëherë verifikimet e brendshme për të shqyrtuar çdo procedurë administrative të ndjekur ndaj Sheqerit, si dhe mënyrën se si u krye rekrutimi i tij në shtator të këtij viti. Në këtë proces, AMP-ja po bashkëpunon ngushtë me Policinë e Shtetit dhe me agjencitë e tjera ligjzbatuese. Drejtori i përgjithshëm i agjencisë, Eduard Merker, ka urdhëruar pezullimin e komandantëve dhe prorëve të zinxhirit drejtues deri në përfundim të hetimeve, duke theksuar se qëllimi është garantimi i transparencës dhe integriteti institucional. Sheqeri, i njohur edhe me mbiemrin Shaliani, ishte në drejtimin e makinës luksoze Benz që u shëllua me më shumë se 100 pluma në atentatin mafioz ku humbi jetën Gilmando Dani, person i njohur si krau i djathtë Emiliano Shullazi. Ai ndodhet në gjendje kritike në reanimacion, intubuar dhe me 10 plag nga plumbat, 2 prej të cilëve në kokë. Edhe pse nuk rezulton me precedent penal, fakti që agenti i AMP-s ndodhi në shoqërinë e një personi me të kaluar kriminale ka ngritur pikpyetje serioze mbi kriteret e përzgjedhjes dhe integritetit profesional të tij. Kjo ka shtyrë drejtuesit e agjencisë të thellojnë hetimet për mënyrën e rekrutimit dhe kontrollin e figurës së punonjësve të rinj në sistemin e mbikëqyrjes policore. Ndërkohë, hetimet për atentatin po vijojnë në disa pista, përfshirë dhe mundësinë që ngjarja të lidhet me konflikte të mëparshme të Gilmando Danit.